Përshëndetje njerëz të mirë, le të mbushemi edhe sot me pak energji pozitive. Sot si temë kam zgjedhur faljen. Ndonjëherë ne mbajmë për brenda zemrës tonë zhgënjime, pak kënaqësi, po duke qëndruar gjatë aty brenda, na e rëndojnë kaq shumë shpirtin sa që zemra më nuk mundet të ndriçojë. Por kur falim, e ndryshojmë gjendjen e shpirtit. Falja nuk do të thotë se ne po harrojmë. Ase ne do lejojmë që tjetrit na lëndoj përsëri. Jo. Do të thotë të zgjedhim paqen mbi dhimbjen. Do të thotë t'i themi vetes nuk dua më ta mbaj gjallë këtë plag, këtë peshë. Sepse kur falim, nuk i bëjmë mirë vetëm tjetrit, por i bëjmë mirë vetes tonë. Lirojmë shpirtin tonë nga ngarkesa që na mban peng. I japim mundësi vetes tonë të shërohemi, të hapemi, të duam përsëri. Në një marrëdhënie, falja është ura që i lidh njerëzit përsëri pas një studie, sepse e dim ka kontradikta, e pranojmë këtë, por një më fale sinqert mund të shëroj plagë që edhe vetë koha nuk i ka mbyllur dot. Jemi të papërsosur, bëjmë gabime plot, kemi pas momente kur nuk kemi ditur si të zgjidhim problemet tona dhe vazhdojmë, gjykojmë veten ton papushim. Por kujdes, ndonjëherë duhet falim edhe veten tonë, sepse pa falje nuk ka paqe dhe pa paqe nuk ka as dashuri të vërtet. Kur falim, ne lirojmë zemrën tonë dhe lejojmë dashurinë të rjetë sërish. Kur falim jo vetëm kryejmë marrëdhënie të mira me njerëzit, por në rast të parë fitojmë qetësinë e shpirtit. Këtë desha sot të ndaja me ju. Uroj që edhe ju t'i hiqni barrat që ju rëndojnë shpirtin dhe ta mbushni shpirtin tuaj me pozitivitet. Faleminderit që më dëgjoni. Ju uroj një ditë të mbar dhe shihemi në videot e tjera.